إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala, atij kërkojmë ndihmë dhe udhëzim dhe nuk ka adhurojmë askënd tjetër me drejt përveç Tij, njëri vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I dërguar I zgjedhur I përmbar njerëzimin. Dije se atë që e udhëzon I madhi Zot nuk ka kush e humb dhe atë që e humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Allahu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim: O ju që besuat, friksojeni Zotit sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtar. Fjala më e mirë pa dyshim është fjala e Zotit në Kur'anin Kerim, e vërteta absolute dhe e cila nuk ka asnjë fije dyshimi. Dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një vërtet tjetër absolute e cila nuk pranon rrugë tjetër përveç rrugës Tij. Dhe dijeni vëllezër dhe motra që kush ecën në rrugën e Zotit dhe pejgamberit, vërtet ata janë triumfuesit shpërtuarit tek Allahu subhanahu wa taala. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, sot do të flasim për rëndësinë e urdhërimit të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Dhe nëse thresim për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja, cilat janë rezultatet, dhe nëse heqim dorë nga urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, cilat janë rezultatet. Allahu subhanahu wa taala I lavdëron ata të cilët urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Madje urdhëron besimtarët dhe muslimanët sipas hierarkisë që kanë: prisi, dietari, drejtuesi I shtetit, institucionit e kështu me radhë, prindin në shtëpinë e vet, mësuesin në shkollën e vet, pra të urdhërojnë për të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja, që të rregullohet e gjithë shoqëria dhe rendi shoqëror, kështu që mos kenë njerëzit nesër pasoja të cilat nuk I bartin dot. Thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Waltakun minkum ummatun yad'una ila al-khair." Le të jetë për jush një grup njerëzish që urdhërojnë për të mirë, wa ya'muruna bil ma'ruf, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, ulaika humul muflihun, pikërisht këta janë të shpërtuar, I thot Allahu subhanahu wa taala. Pra le të jetë një grup njerëzish e kanë obligim të urdhërojnë për të mirë, të ndalojnë nga e keqja, sepse kjo quhet farzun kifaje, dhe nëse farz kifaje do thotë që nëse nuk e bën asnjëri, janë të gjithë njerëzit e atij vendi gjunafqar. Në ajetin tjetër Zoti subhanahu wa taala I lavdëron besimtarët: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Jeni ummeti më I mirë që ka ardhur në tokë. Urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun subhanahu wa taala. Madje Lukmani alayhis salam I thot djalit tij: "Ja bunayya aqimis salata." O djali im, fale namazin, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak. O biri im, fale namazin, urdhëro për të mirë, ndalo nga e keqja dhe bëj durim nëse të godasin sprova gjatë kësaj sfide. Pra që ja bën me dije që kushdo që urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, bën detyrën e rregulluesve në tokë, njëjtës si ata njerëz që vënë ligje për të luftuar të keqen, për të luftuar krimin, korrupsionin, drogën, prostitucionin. Kështu është dhe hoxha, kështu është dhe besimtari. Pra do të përballesh me lloj njerëzish, kategorisht madje brenda shtëpisë tënde, me gruan dhe fëmijët e tu, cilët nuk e shohin këtë model jete që ke ti, thonë jeni të prapambetur, ju nuk merrni vesh nga jeta dhe merr djali apo vajza rrugën e gabuar dhe pastaj nëna shkurt flokët se ku I shkoi djali apo vajza dhe kërkon ndihmë pastaj dhe gjërat pastaj nuk rregullohen pasi ka kapurcyer, ka kaluar kufit e rregullimit. O vëllezër dhe motra,
tjetër, besimtar dhe besimtar. Qëllimi jonë si njerëz nuk është, kemi thënë, të jemi të pagabushëm. Prandaj dhe Zoti thotë në Kur'anin Kerim, çfarë thotë? Çfarë thotë Allah? Ka thënë, thoni jeni të pagabushëm, bëuni me lajke? Nuk ka thënë Allahu bëni me lajke, por thotë më i miri për atyre që gabojnë janë ata që pendohen tek Zoti subhanahu wa taala. Pra, edhe para pejgamberit alayhis salam, sahabët kanë bërë shumë vepra dhe sjellje, por megjithatë u bën njerëzit më të fortë dhe më të trima dhe më të edukuar dhe më të ndershëm, më të moralshëm që pati historia e njerëzimit, prandaj ata arritën majat e suksesit në të gjithë jetën e tyre. Allahu thotë në Kur'anin Kerim, pra çfarë ndodh nëse neve urdhërojmë për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja? Nëse neve nuk bëhemi si pjesa tjetër e kësaj shoqërie, thotë Allah, alladhina idha makannahum fil ard, ata të cilën neve u japim mëkëmbje në tokë, thotë Allahu Azza. Dhe jep Zoti fuqi, integritet, respekt, ja imponon respektin njerëzve me qëndrimin e tua, me fisnikrinë tënde, me besimin tënd, me imanin tënd, me kulturën tënde, me qëndrueshmërinë tënde, me trimërinë tënde, me fisnikrinë tënde. Alladhina idha makannahum fil ardi wa aqamu salata, ata cilët i bëjmë qëndrueshëm tokë, thot Allahu Azza wa Jalla, japin pozitë, pushtet, influencë dhe falin namazin, dhe japin zakatin, dhe urdhërojnë për të mirë, dhe ndalojnë nga e keqja, walillahi aqibul umur, dhe pastaj Zoti i takon ajo çfarë do të vim pas. Pra Allahu do të japi sukses këtyre njerëzve, edhe pse neve jemi çdo ditë në luftë. Në atë që njerëzit kanë frikë të thonë në xhihad me vetet tona dhe me sjelljet tona. Xhihad do të thotë luftë me veten, dhe nëse të imponohet luftë edhe për vendin dhe për fen, dhe atëherë kur plotësohen rregullat e fesë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, nuk duhet kemi frikë dhe turp të këshillojmë, të urdhojmë për të mirë dhe ndalojmë nga e keqja. Nuk duhet të jemi si thon disa njerëz, po kur jeti i përsosur, pse je i pagabushëm ti, nuk na ka thënë Allahu ti je i pagabushëm, sepse po të mendojmë kështu, që unë s'jam në rregull, unë s'jam 100% besimtar etj etj, vdes këshilla, thot Hasan el Basri. Nëse do mendojmë që s'jam i devotshëm, s'jam i mirë, s'jam kështu, unë nuk jam hoxh, ti je hoxh ke shtëpia jote, je përgjegjës ke shtëpia jote, je përgjegjës ke puna jote, je përgjegjës ke biznesi jote, je përgjegjës ke përgjegjësia jote. Ai sa ke mundësi, pra rreth teje atë ke obligim, të tjerë si ke obligim, të tjerë të përqyeshme është i thresës të këshillosh. Pra aty ku neve kemi mundësi të rregullojmë, ne do të rregullojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk do të heqim dorë për sa kohë ne jemi gjallë dhe adozojmë shpirtin e Allahut xhelle xhelalu. Prandaj mos të kompleksohemi nga fjalët apo veprat që njerëzit shpesh thonë. Unë jam hoxh sot dhe dëgjojmë nga të afër mi shok, kur ke qenë i vogël ti bëje këtë, bëje atë. Ta ka ngel mrapa vëllezër. Ta ka ngel mrapa, akoma merren me vitin 1, si në kohën e Partisë Punës që do t'i nxjim biografinë njerëzve, si e bindur partisë, s'ka qenë rregull me normat e partisë. Ai që gjykon me njerëzit është Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili i ka vendosur ligjet dhe rregullat dhe opinionet e drejtë për drejta mbi njerëzit është Allahu. Kurse ne jemi thjesht njerëz që përcjellim mesazhin e Zotit dhe mesazhin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk na ka vënë Zoti gjykatës mbi njerëzit. Nuk jemi ne që gjykojmë niyetet, zemrat e tyre, por neve këshillojmë kur shohim vepra të gabuara, vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, dhe megjithatë prapë them jemi njerëz si ju, nuk pretendojmë se jemi të pagabushëm, por jemi njerëz që i përmbajemi sa mundemi fesë Zotit, e falim namazin, e japim zakatin, agjërojmë Ramazanin, shkojmë në haxh, përpiqemi të përmirësohemi, bëjmë luftë me veten tonë, me qëllimet, me egot tona njerëzore, që të bëhemi çdo ditë më të mirë. Pra nuk ka thënë Zoti xhelle xhelalu bëuni me lajke. Nuk ka thënë Zoti bëuni me lajke. Madje ka thënë, nëse do të ishi popull që nuk gaboni, do të krijojnë popull që gabojnë dhe ktheheshin dhe pendoheshin tek Zoti subhanahu wa taala. Nuk ka njeri që të ketë cilësitë e krijuesit. Jemi njerëz, jemi cilësitë tona, cilësi njerëzore, krijesash dhe jo cilësitë e krijuesit subhanahu wa taala. Zoti është i pagabushëm. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në zbatimin e fesë tij, Allahu ka qenë i pagabushëm, edhe pse në çështjet njerëzore, si të mbjellura, të korrura, në gjeshtet e punë, ka gabuar ndonjëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nuk merret përgjegjësi për çështjet e dunjas, por do të merresh përgjegjësi nëse ai gabonte dhe cënonte fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj e lutim Zotin subhanahu wa taala që na bëjë prej njerëzve dhe atyre të cilët urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: kush për ju që shikon men ramin ku munkaran, kush për ju që shikon një të keqe, la të luftoj atë me dorën e tij, fa i lam yastati fa bi lisani, nëse nuk mundet me gjuhën e tij, fa i lam yastati fa bi qalbi, nëse nuk mundet me zemrën e tij, wa dhalika ad'afu al-iman, edhe pse kjo është imani më i dobët. Edhe pse kjo është
imani me i dobët. Pra, ai që ndryshon me dorën e tij janë institucionet, si ka pas shteti islam, vendërligje, rregulla. Ai që mendon me gjuhën e tij ishin dietarët, mendimtarët, shkrimtarët. Ai që e bëni me zemër të gjithë kur nuk kishin mundësi, me zemër pra ta urrësh të keqen me zemër. Pse e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Se nëse ajo e keqe o vëllezër futet në zemër, zërrënj, dhe nëse zërrënj bëhet zakon, dhe nëse se kthehet bëhet zakon, kthehet në bindje, dhe nëse kthehet në bindje bëhet fenomen për gjithë shoqërinë, ja siç i kemi njerëzit e popullin ton sot, që janë të zhytur në të gjitha llojet e këqijave, pra në korrupsion, në degradim, në lloj gjërash, dhe vazhdojnë t'ju duket e natyrshme kjo e keqe, e pranojnë se vuajnë, se kanë hallë, se kanë probleme, mas 30 vjeç demokraci janë fukarallëk, janë hallë, janë probleme, janë shqetësime, dhe prapë vëllezër nuk ndryshojnë. Dhe prapë thonë të rroj partia, kjo është e tmerrshme vëllezër. Pra kjo është e tmerrshme, pra të vuhesh mi kurrizin tënd, mi fatin e fëmijëve tu, e gruas tënde dhe e të ardhmen e brezave të rinj, dhe vazhdosh mos të ndryshosh as pak as gjë të keqe. Pse ndodh kjo vëllezër? Do ta them në pjesën e dytë. Falenderojmë Allahun azza wa jall, walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.